Për të gjithë ju që jeni të interesuar të mësoni çfarë është sistemi përfaqësik ose transformues 333. Do ju shpjegoj me pak fjalë çfarë është, por është e pamundur që të mund ta shpjegosh, sepse kjo metodë që mund ta përdorim në individ dhe në kolektiv me shumë njerëz, është një metodë që merret me të gjitha sistemet, por sistemi më i rëndësishëm që ne si terapistë merremi është sistemi familjar. Kjo metodë është një metodë përjetimi, sepse në asnjë mënyrë nuk mund të shpjegohet dhe në individ dhe në kolektiv, por është një nga metodat bashkë me analizën e kodeve të dritës me ditën e ditëlindjes që është dhënë nga universi për Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë. Janë dy metodat më të fuqishme. Të njërën e bëj dhe trajnim, nëse jeni të interesuar ta mësoni, jam këtu, kurse sistemi përfaqësik kam vendosur që në 2026 të filloj trajnimin, që të mësohet nga të gjithë njerëzit, por jo vetëm të mësohet, ta përjetojnë. Gjithashtu, dëshira ime e madhe është që kjo metodë të hyjë në të gjitha institucionet e mjekësisë, të psikologëve, të mësuesve, të edukatorëve, që të arrijnë ta mësojnë dhe të ndihmojmë të gjithë shoqërinë, sepse ne jemi të gjithë një. Le të dëgjojmë deri në fund dhe çdo fjalë është shumë e rëndësishme, prandaj dëgjoni këtë video deri në fund se do t'ju interesojë. Përfaqësimi sistemik ose transformues është një qasje holistike, një lloj terapie për sistemet familjare që na jep qasje të drejtë për drejtë në hapësirën e shpirtit dhe të vetëdijes së gjithësisë. Është një njohje e thellë dhe kuptimi domethënies së dashurisë përmes mendimit sistemik. Sipas Berkshire, frymëzuesi i metodës, është një kalim nga një nivel tjetër në vetëdije. Zbulon arsyet pse përballemi me vështirësi dhe probleme në jetën tonë. Vështirësi që shpesh përsëriten, sepse shkaku i tyre i thellë nuk është parë apo pranuar. Kjo metodë quhet përfaqësim familjar ose sistemik sepse ne i përkasim njëkohësisht shumë sistemeve dhe transformues 333 që e kam quajtur unë është sepse bëhet transformimi me anën e energjisë dhe frekuencave të larta universale. Gjatë punës sistemike, ne mund të lidhemi me sistemin e familjes, të kombit, të qytetit, të fesë, të vendit tonë, të gjinisë tonë e të tjera. Të gjitha këto sisteme ndikojnë tek ne dhe ne ndikojmë tek ata. Por më i rëndësishmi për ne është sistemi i familjes të origjinës. Shumica e problemeve tona kanë rrënjët aty. Kur jemi të ndarë nga prindrit tanë ose nga dashuria për ta, humbim fuqinë dhe gëzimin tonë. Kur i bashkohemi me ta në dashuri, ndjejmë lumturi. Ku fillon dashuria dhe lumturia? Nga nëna jonë fizike, por shumë herë e harrojmë këtë. Harrojmë dashurinë e parë, atë të familjes tonë dhe çfarë do të thotë për ne. Nëna jonë mori nga babai ynë dhe kështu vazhdon zinxhiri i dashurisë. Është hierarkia në familje. Gjithçka vjen nga burimi i jetës, nga një fuqi e madhe shpirtërore, një mendje e madhe, siç e quante Aristoteli. Kjo do të thotë se gjithçka që ekziston është në rendin hyjnor. Përfaqësimi sistemik na çon në një ndërgjegje shpirtërore e cila pranon dhe përqafon gjithçka dhe të gjithë, ashtu si janë. Tre parimet
themelore ose rendet e dashurisë që përdoren në sistemin përfaqësik janë: parimi i parë, përkatësia. Të gjithë antarët e një sistemi kanë të drejtë të përkasin aty, siç janë antarët e një familje. Nëse dikush përjashtohet, harrohet apo mohohet, e gjithë familja ndikohet në mënyrë negative. Parimi i dytë, hierarkia që baraspesha. Ai që ka ardhur i pari ka përparësi. Gjyshrit përpara prindërve, prindrit përpara fëmijëve dhe fëmijët sipas rendit të lindjes. Këtu duhet të them se akoma dhe fëmijët që janë bërë abort ose janë dështuar kanë vend në sistem. Kur ne nuk kemi folur për abortet në familje dhe fëmijët nuk e dinë që është bërë abort, njëri nga fëmijët tanë merr përgjegjësinë e tyre dhe krijon probleme në jetën e tij derisa të dalin në sipërfaqe. Të gjithë antarët kanë të drejta të barabarta dhe vlerat e barabarta. Parimi i tretë i sistemit përfaqësik është balanca midis dhënjes dhe marrjes. Në çdo marrëdhënie njerëzore duhet të ekzistojë shkëmbimi ndërsjellët. Nëse dikush jep gjithmonë pa marrë, krijohet pabarazi dhe dhimbje. E vetmja mënyrë për të rikthyer ekuilibrin është dhënia me dashuri dhe marrja me mirënjohje. Dhe Bert Hellinger ka thënë: njerëzit më të trishtuar, të dëshpëruar dhe të idhëruar në botë janë ata njerëz që dhanë dhe nuk morën. Në këtë metodë përdoren 3 fjalë magjike. Po në jetë që më dhatë, ju si prindër, ju faleminderit për jetën që më dhatë, sepse një prind kur jep jetën ti ka dhënë të gjitha dhe ti mund të bësh jetën ashtu si e dëshiron, dhe të lutem më beko, që të rrjedhë përsëri dashuria. Këto 3 fjalë janë fjalët që japin zemrën, mendjen dhe shpirtit. Fjalë të thjeshta por magjike, sepse e thjeshta është dhe thelbësore. Si zhvillohet kjo terapi? Për zhvillimin më prisni në video tjetër.